Tërmeti me magnitud 6.1 shkatron ndërtesa në Turqi vijojnë kërkimet në Gërmadha. Një tërmet me magnitud 6.1 ball goditi mbrëmjen e së hënës rrethin Sindirgi në provincën Balikesir në veriperëndim të Turqisë rreth orës 22:49 sipas orës lokale. Presidenca e Menaxhimit Fatkeqësive dhe Emergjencave njoftoi se lëkundjet u ndjen gjerësisht në Izmir, Bursa, Stamboll dhe Terirdag, ndërsa disa ndërtesa në Sindirgi janë shembur sipas Afadit. Qendra e tërmetit ndodhej në një thellësi prej 5.99 kilometrash duke e bërë atë tërmet të cekët që shpjegon se u ndjen në një zonë kaq të gjerë. Ekipet e shpëtimit dhe zjarfikësiti janë dërguar menjëherë në terren për vlerësimin e dëmeve dhe kërkimin e të mbijetuarve. Në deklaratën zyrtare, FAD njoftoi se janë nisur vlerësimet e dëmeve ndërsa qytetarëve u është kërkuar të qëndrojnë larg ndërtesave të dëmtuara dhe të përdorin komunikimet online për të shmangur mbi ngarkesën e rrjeteve telefonike. Sipas gjeologut Ramazan Demirtas, në 80 ditët e fundit janë regjistruar rreth 12.000 lëkundje përfshirë 45 tërmete me magnitud midis 4 dhe 5 ball. Në gusht, një tjetër tërmet me magnitud 6.1 në të njëjtin rajon shkaktoi vdekjen e një personi të moshuar dhe shembjen e disa ndërtesave të vjetra.